Duke qenë se folim për elmimet, kemi një kënd i cili do t'i nxjisë vërtet ato, është këndi negativ midis Marsit dhe Neptunit. Do të kenë ndikim nga data 11 deri në datën 16 dhjetor. Në përgjithësi do të shprehet si një konflikt i brendshëm, një botë e brendshme shumë e ngarkuar. Nuk do të dim se si të veprojmë dhe ku të veprojmë. Mund të shmangim shumë shpejt përgjegjësive për këtë arsye. Do të kemi një pasiguri vërtet shumë të madhe brenda vetes tonë. Efekti që do të ndjejmë është që mund të kemi një mungesë disipline dhe mund të kemi edhe një vartësi e cila është në rritje e sipër, sidomos ajo ndaj alkoolit, po e analizoj. Kemi edhe një ulje të energjisë. Si mund ta tejkalojmë këtë? Është të përdorim në mënyrë konstruktive, duke qenë se INTK na jep ne edhe një kreativitet vërtet shumë të lartë, një imagjinat shumë të lartë dhe mbi të gjitha na ndihmon që të perceptojmë, të infiltrojmë, mirë të themi, mendjen e të tjerëve. Kjo do thotë që e perceptojmë njëri tjetrin shumë më mirë, prandaj do mund ta përdorim në këtë aspekt, duke qenë se kreativiteti është shumë i lartë, mund të krijojmë edhe burime të reja të ardhur materiale,